jetë pjesë e një zbardhje më të specializuar të videos. Kam përshtypjen që duhet i këtë dhënë 2.000 euro, megjithëse mund ta pyes tash direkt, që mos flas, domethënë. Kam përshtypjen që i ka dhënë 2.000 euro edhe ka paguar 18 tjera. I ka dhënë 2.000 euro fillimisht. Më le ta konfirmoj pak që të mos jem abuziv në shifra. 18.000 euro e pam gjithë që ja dha 18.000 euro. Kjo është më se e qartë, domethënë ato ja pagoj. 18.000 euro. Ta shohim dhe njerë materialin. Pra, materiali i parë që kemi marrë në transmitimit nga Stopi është takimi me sekserin tek prokuria e Tiranës. Nuk është sekser. Është oficer. I policisë gjyqësore. Po që quhet sekseri në këtë rast. Okej, dakord, mirë. Është oficer i policisë gjyqësore. Sekseri që takohet direkt në zyrat e prokurisë. Po, e kërkon në prokurinë e Tiranës, më pas dele dhe bisedojnë rrugës, gjatë rrugës. Që mos kishte përgjim. Po, me sa duket me këtë. Ndërkohë ju mund dërgoni në opinion pikal ose në opinion TV Klan, a ju kanë kërkuar para, tregoni rastin tuaj.